Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kemi një pyetje nga një besimtar i cili interesohet për nënën e tij dhe thot: kam nënën 77 vjeçare, e cila ka dëshirë të kryej haxhin, mirë po vuan nga tensioni i lartë. Dhe ajo nuk ka siguri se mund ta përballojë dot të gjithë ritualin e haxhit apo jo, sepse shëndeti i saj nuk premton, pra nuk ka siguri. Dhe a më lejohet mua thot të bëj haxh bedel në emër të nënës? Pikërisht për këtë Buhariu dhe Muslimi transmetojnë në sahihët e tyre se një grua nga fisi Khatham erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe bëri të njëjtën pyetje për babain e saj në rastin e hadithit, e cila i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam me këto fjalë, thot: "Edrektu ebi sheikhan kabiran la yathbutu ala rahila." Unë thot kam babain tim tepër të thyer në moshë dhe ai nuk mund të qëndroj dot sipër mjetit të udhëtimit për të udhëtuar dhe për të kryer haxhin në Mekë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pa pyetjen e saj e cila tha a mund të bëj haxhin për të, pra në emër të tij, po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: lejohet haxhi bedel për dikë i cili nuk ka mundësi fizike, sepse mundësia fizike është një nga kushtet e kryerjes dhe pranimit të haxhit. Mirë po, në të njëjtën kohë gjejmë rastin që në rastin konkret ky besimtar i cili po pyet tani për nënën e tij 77 vjeçare, mirë është të këshillohet dhe me mjekun e familjes, i cili mund ta verifikojë më mirë se a mund ta përballojë kjo nën, domethënë haxhin vet apo jo. Përndryshe nuk e ka detyrë dhe djali i saj mund ta kryejë haxhin në emër të nënës së vet. Në të njëjtën kohë kemi dhe një rregull tjetër. Duhet të kuptojmë se haxhi bedel që bëhet në emër të dikujt tjetër nuk mund të realizohet, nuk mund të kryhet nëse ky person nuk ka bërë haxh më përpara për vetveten e tij. Pikërisht për këtë kemi hadithin që e transmeton Ebu Davudi, gjithashtu dhe Ibn Majah në Sunenet e tyre nga Abdullah ibn Abbasi, i cili tregon se profeti alayhi salam dëgjoi një ditë dikë duke bërë njetin e haxhit, thonte pra për dikë tjetër: lebejke an shubrume, të jam përgjigjur ty o Zot të bëj haxhin, të kryej haxhin në emër të Shubrumes. E pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam: men Shubrume, kush është ky Shubrumeja? E i thot: qaribun li, është një i afërm i imi. Pastaj profeti e pyet: a ke bërë ndonjëherë haxh fillimisht për vetveten tënde? Jo, i tha ai. Pastaj i dha këtë përgjigje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: hujja an nafsika thumma hujja an Shubrume. Bëje fillimisht haxhin për vetveten tënde, pastaj bëj haxh tjetër për Shubrumen. Hadith i cili na tregon qartë se nëse dikush don të bëj haxh bedel për dikë që nuk ka mundësi ta bëj vet, atëherë fillimisht duhet ta ketë kryer haxhin e tij, pastaj të bëj haxh për ndonjë person tjetër bedel.